Krisma të armës u dëgjuan të enjtën. E pas kësaj, 3 persona u pan të shtrirë në rrugë. E gjithë kjo si pasojë e një përleshje që ndodhi mes disa personave në sheshin kryesor të Podujevës. Me njëherë në vendngjarje arritën organet e rendit dhe ekipet mjekësore. Këta të fundit, 4 të plagosurit i transportuan me urgjencë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga QKK thonë se njëri nga të plagosurit ndodhet në mjekim intensiv. Sipas njoftimit nga klinika e kirurgjisë maksilofaciale, pacienti është pranuar në gjendje emergjente dhe është trajtuar nga ekipi kujdestar i kirurgëve maksilofacial. Ai është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale gjatë së cilës preda është larguar me sukses dhe është realizuar trajtimi kirurgjikal i të gjitha dëmtimeve të evidentuara. Aktualisht pacienti ndodhet në gjendje stabile me parametra të mirë shëndetësor. FZ në kirurgjinë vaskulare, AG në kirurgjinë torakale dhe FZ në mjekimin intensiv qendror. Por puna organeve të rendit nuk përfundoi me arrestimin e të dyshuarve. Kjo me që u bastisën edhe pronat e tyre ku gjatën armë karikatore fishik. Në vendngjarje ka dalë shefi i lartë menaxhues i policisë së Kosovës, ekipet mjekësore dhe prokurori i rastit, me vendim të cilit janë mbastisur edhe pronat e të dyshuarve, ku janë gjetur dhe sekuestruar 2 karikator me 58 fishek, 2 karikator të tjerë me 27 fishek, 2 armë të shkurtra me 82 fishek dhe 1 armë gjuetie me 49 fishek. Ndërsa nga prokuroria themelore në Prishtinë për TV1 treguan se janë intervistuar 2 të dyshuarit. Gjatë ditës së djeshme, për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore, të dyshuarit nuk kanë qenë në gjendje të japin deklaratën e Policinë e Kosovës. Sot, pas konstatimit të mjekëve se gjendja e tyre shëndetësore mundson dhënien e deklaratës, të dyshuarit AG dhe FZ janë ndaluar me vendim të prokurorit të shtetit. Sa i përket të dyshuarit të tretë, ai ende nuk është intervistuar, sipas vlerësimit të mjekëve për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Ndryshe motivi i kësaj përleshje ende nuk është bërë i ditur, por dyshohet se lidhet me një mosmarrëveshje të mëhershme.